një kohë kur tensionet midis dy kombeve nuk janë më ato që përcaktojnë rrjedhjen e ndeshjeve të futbollit, dje Shqipëria tregoi se ky sport, mbreti i sporteve, ka një mision të shkruajë historinë jo vetëm në fushën e blertë, por edhe në shkallët e stadiumit dhe jashtë tij. Shqipëri-Serbi, përtej rezultatit 0-0, ishte ashtu si pritej një ndeshje që shkoi dhe përtej asaj fushës së blertë, një sport non-shqip. Shqipëria ka mirëpritur Serbinë në Eire Albania të shtunën e 7 qershorit, ashtu si do ta priste çdo kryeqytet evropian. Shqiptarët në stadium dhe jashtë tij treguan kulturë e dinjitet, kundrejt një shovinizmi dhe një primitivizmi nacionalist serb, pikërisht kur kujtojmë atë që ndodhi në një ndeshje futbolli 11 vjet më parë në Beograd. Qytetë dy palët të paktën në atë që pamë në fushën e gjelbërt, dje duket se kanë dramatizuar situatën sportive krahasuar me atë të krijuar 11 vjet më parë në Beograd midis dy kombeve. Megjithse tifozëria serbe duket se nuk është e tillë, pasi ajo shpeshherë në sport ka treguar në stadiume dhe jashtë tyre se ka tendenca maksimale për të krijuar tensione në ndeshje sportive, veçanërisht në ato të një derbi ballkanik si me Kroacinë, Kosovën dhe Shqipërinë. Ajo që ka dhuruan dje futbolistët dhe tifozët kuqezinë në Tiranë, stadiumin Eire Albania, ka perceptuar si diçka normale për një ndeshje futbolli në çdo stadium të Evropës, dhe kjo e kuptueshme se ka qenë më shumë për të treguar atë kulturën sportive shqiptare. Mbasi, sipas mentalitetit ballkanik, Shqipëria dhe Serbia nuk u përballën dje thjesht në një ndeshje futbolli, ku për çdo shqiptar dje brenda dhe jashtë stadionit, ajo ishte si një lojë nderi dhe dinjiteti kombëtar. Dëshira e madhe për të përkrahur kuqezinë përballë serbëve ishte shumë e madhe, aq sa kjo dëshirë e zjarrt ngriti në këmbë dhe mbajti të ngërthyer para televiziorit për më shumë se 90 minuta. Mira shqiptarë nga Kosova, mbar diaspora dhe shqiptarëve të trojeve etnike. Ajo që pam dje në një duel kaq emocionues, asnjëherë nuk i është dhënë shqiptarëve në një ndeshje futbolli. Megjithë atë dëshirën e madhe për të mundur Serbinë dhe të çonte kuqezinë drejt një fitoreje historike. Por, megjithatë, Shqipëria dje në Tiranë ka fituar përballë Serbisë, jo me rezultat, por me dinjitet, teksa ka treguar kulturën europiane të një ndeshje futbolli që megjithse luajë në Europë, ajo ishte tej e fryrë me mentalitet të rreshtë ballkanik. Gjithsesi duhet thënë se dëshira e madhe për të qenë prezent në një ndeshje kaq të rëndësishme dhe për të bëroritur ekipin në një duel pothuajse vendimtar nuk mungoi as në Amerikën e përtej oqeanit. Ndërsa në Tiranë në stadiumin Eire Albania po zhvilloi ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të ndeshjeve kualifikuese të Botrorit 2026, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptarët të mbledhur në grupe shoqërore, krahinore dhe familjare e ndoqën nëpërmjet ekranit të televiziorit këtë ndeshje, duke krijuar në ambientet e tyre madje një atmosferë të ndezur stadiumi edhe këtu përtej oqeanit. Një atmosferë e paparë ndonjëherë, atmosferë me entuziazëm stadiumi vetëm kuqezi, në tha pronari i një lokali të njohur shqiptar në Brooklyn, Memorias Bar Shevoria në Beth Avenue, lokalit nga më të frekuentuarit në Brooklyn dhe i të mbushur për të parë ndeshjen Shqipëri-Serbi si në stadium. Serbi. Ka pas njerëz kaq shumë sepse ne luajmë kundra Serbisë dhe gjithë përdasit kanë ardhur. Atmosfera shumë e bukur. Ne s'ka qenë asnjë atmosfera kaq e bukur si sot. Shqipëria gjithmonë fitore. Shansi që për kuqezinjt, në minutën e 46 të pjesës së parë të ndeshjes që po luhej në stadiumin Eire Albania në Tiranë, u dha një penallti për kuqezinjt, një penallti kjo e humbur nga Manaj, bëri atë që ndeshja e shumëpritur të përfundoi në rezultatin 0-0. Në kuadër të këtyre ndeshjeve kualifikuese, Shqipëria është në grupin K dhe mban vendin e dytë me 4 pikë në 3 takime, ndërsa në grupin K
ndërsa grupin K e kryeson Anglia me 9 pikë, në 3 ndeshje Serbia ka 1 pikë dhe ka zhvilluar vetëm 1 ndeshje. Letonia e Andora kanë nga 1 pikë. Ndërkohë në kërkim të fitoreve për të kapur ata ëndrrën e një botërori në grupin K të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026, Shqipëria udhton në Letoni në 10 qershor. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alb TV USA nga Brooklyn, New York, Bekir Sina.